Panik e panevojshme apo situatë e tensionuar e raporteve shtetërore të Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Sipas autoriteteve të Republikës së Shqipërisë, situata e krijuar një ditë më parë me zyrtarët e Partisë Vlen nuk është ndonjë rast i izoluar dhe nuk ka vend për panik. Sipas drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shqipërisë, Madhor Skender Hita, problemi ka qenë te personi 4 që ka shoqëruar zyrtarët politik, pasi ka pasur probleme me ligjin dhe meqense ai nuk është lejuar të kalojë kufirin, 3 zyrtarët kanë refuzuar të hyjnë në Shqipëri dhe janë kthyer për në Maqedoni. Dhe u është bërë me dije që ata mund vazhdonin udhëtimin dhe të ecin, por një person i shoqëruar së bashku me ta, i cili kishte pengesa të lishme në kufi, nuk ka mundur të udhtojë drejt Republikës së Shqipërisë. Në këtë kuadër, të 4 personat nuk kanë pranuar që të vazhdojnë, pra dhe 3 tjerë nuk kanë pranuar të vazhdojnë udhëtimin dhe janë kthyer për në Maqedoninë e Veriut. Prandaj nuk është rast që është i veçuar apo izoluar, kjo është puna për vite policisë kufitare. Ne zakonisht mesatarisht në vit, për gjatë vitit 2025 kemi kthyer dhe persona tjerë në 625 raste, edhe gjatë këtij 6 mujorit parë kemi të evidentuar dhe të kthyer persona në 425 raste të tjera, kështu që kjo është një punë e përditshme dhe nuk ka ndonjë vend për panik apo. Ndërkohë, paraprakisht kryeparlamentari Afrim Gashi shpreh shqetësimin e tij për situatën e krijuar në pikën kufitare Qaftan. Sipas Gashit, deputetët janë përfaqësues të zgjedhur të qytetarëve dhe bartës të mandatit kushtetues. Prandaj, si shprehet, çdo veprim që prek autoritetin dhe funksionin e tyre duhet të jetë në përputhje me standardet më të larta të respektit dhe dinjitetit. Duke vlerësuar marrëdhëniet e tradicionale fqinjësore, mbi të gjitha ato vëllazërore, ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, besoj dhe pres për një sqarim të plotë dhe transparent, i cili do t'i shërbejë jo vetëm zbardhjes së rrethanave të këtij rasti, por edhe ruajtjes së besimit reciprok, respektit institucional dhe frymës së bashkëpunimit që duhet të karakterizojë marrëdhëniet tona. Një ditë më parë, koordinatori i grupit parlamentar të Vlenit, Bekim Qoku, deputeti Adnan Azizi dhe zëvendës sekretari i përgjithshëm i qeverisë, Hasim Murtezani, thanë se u ndaluan rreth 1 orë në pikën kufitare me Shqipërinë. Më vonë, përmes një reagimi të gjatë në Facebook, Qoku ankua përpritje rreth 1 orëshe në kufi, ndërsa renditi arsyet eventuale për ndalesën e tyre, ndërto mbështetja e tij për protestat në Shqipëri, ndërsa situata në kufi e quajti absurde. Edhe Partia Vlen kërkoi sqarim nga autoritetet e Shqipërisë për këtë ndodhi.